Jo, përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albir Akip, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim. Jemi njohur me titujt kryesor të lajmeve, teksa në këto momente do të ndalemi tek ajo se çfarë pritet të ndodhë gjatë ditëve në vijim. Pritet që Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igliasani të kryesojë delegacionin shqiptar në konferencën e 5 të ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, e cila pritet të mbahet në Bruxelles të njëjtën e 22 maj. Takimi do të shërbej për hapjen e negociatave me Shqipërinë, për hapjen e grup kapitullit të tretë, konkurrueshmëria dhe rritje gjithëpërfshirëse. Për të diskutuar se rekon të gjitha këtyre zhvillimeve, por për të ndalur edhe tek ajo se çfarë ndodhi vetëm pak ditë më parë në Tiranë, kryeqyteti shqiptar i cili priti samitin e komunitetit politik evropian, do të jem në studio me Geron Kamberin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Kamberit, përshëndes, faleminderit që sot Faleminderit për ftesën. Konferenca e 5 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Ne kemi qenë edhe herë të tjera, zoti Kamberi, për të diskutuar se rekon grup kapitujve, çeljeve të këtyre të fundit, por edhe se sa hapa larg ndodhet Shqipëria nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë jemi me grup kapitullin e tretë, konkurrueshmëria dhe rritja e gjithëpërfshirëse. Përpara se të ndalemi tek analiza e kapitujve që përfshin ky grup kapitull, jemi në hapa të mira deri në këto momente që ne flasim? Besoj që ne po ndjekim, si thuash, procedurën teknike që lidhet me atë që nënkupton procesin e negociatave, të cilat zyrtarisht do të thoja dhe nga pikpamje teknike dhe zyrtare janë hapur me 15 tetor të vitit 2024, kur u hap grup kapitulli i parë themelor, i cili është grup kapitulli i parë që hapet, ka disa kapitull brenda dhe i fundit që mbyllet, sepse brenda saj janë kapitull që lidhen me sigurinë, drejtësinë, prokurimet publike, statistikat, menaxhimin financiar e tjerë. Ndërkohë, është edhe më i rëndësishmi. Natyrisht, dhe për shkak të rëndësisë, hapet i parë dhe mbyllet në fund të procesit negociator. Me 17 dhjetor të vitit 2024 u hap grup kapitulli i 6, që ka të bëjë me politikën e jashtme dhe të sigurisë, dhe këtu besoj Shqipëria nuk do ketë ne problem, ndoshta mund të jetë në grup kapitullit e parë që mund të përmbyllet me sukses, sepse politika e jashtme dhe sigurisë e Shqipërisë ka prej vitesh që është njëtësuar me atë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në 14 prill ne patëm grup kapitullin e dytë, që është tregu i përbashkët, një nga grup kapitullit më të rëndësishëm do të gjykoja unë, e cila do të marrë një energji shumë të madhe dhe ekipeve negociatore gjatë negociatave për kapitullit veçantë që janë brenda të tij. Dhe tashmë me 22 maj, pra ditën e nesme, ne do të kemi takimin për hapjen e grup kapitullit të tretë, që quhet rritja pra konkurrueshmëria dhe rritja ekonomike gjithëpërfshirëse. Dhe si thua deri në fund të vitit, ndoshta edhe më shpejt akoma, mbetet që Shqipëria të hapë dhe grup kapitullin 4 dhe 5 dhe ta quajë të plotësuar ciklin të paktën teknik fazës së parë të çeljes së grup kapitullave, që është i rëndësishëm nga pikpamja e formës, por më e rëndësishme është koha, shpejtësia dhe cilësia me të cilën do të përmbyllen negociatat, paktën nëse i referohemi atij objektivi strategjik, siç ka qenë fundi i vitit 2007 që u deklarua tashmë edhe gjatë samitit të Komitetit Politik Evropian nga Kryeministri Shqiptar, edhe nga presidenti francez dhe disa prej zyrtarëve të lartë të Komisionit Evropian. Pra, në një logjik do të thoja teknike të mënyrës se si realizohen procesi negociator mbas miratimit të strategjisë dhe metodologjisë së zgjedhimit në 5 shkurt të vitit 2020, që i cili bëri grupimin e të 35 kapitujve në grup kapituj apo klastera, siç njihen në gjuhën teknike për ata që merren në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë proces. Tashmë Shqipëria është brenda një do të thoja kuadri kohor me cilën po ecën me ritme të eduara që të paktën deri në fund të vitit, po ndoshta edhe më parë, shpresojmë, të përmbyll hapjen zyrtare të gjithë grup kapitujve, pra 6 prej tyre. Çfarë është në thelb konkurrueshmëria dhe rritja e gjithëpërfshirëse dhe kam përshtypjen janë 8 fusha, 8 kapituj në këtë grup kapitull të tretë. Si qëndrojnë qasja e Shqipërisë në sa i takon kësaj faze? Emërtimet e grup kapitujve ka një logjik, të cilat mbi atë logjik është ndërtuar dhe përfshirë disa kapituj veçantë që në metodologjinë e mëparshme ose mënyrën
se si janë antarësuar vendet e tjera, qoftë ato të Evropës qendrore lindore, po qoftë Kroacia, që është vetëm vend nga Ballkani Perëndimor që është antar e Bashkimit Evropian, nënkuptojnë një filozofi brenda secilit grup kapitull. Pra, kur flitet për konkurrueshmëri dhe rritje gjithëpërfshirëse, nënkupton një ekonomi, në këtë rast ekonominë shqiptare, që do të jetë konkurruese përballë ekonomisë së Bashkimit Evropian, po edhe përballë ekonomive të tjera, sepse Shqipëria do të jetë pjesë e tregut përbashkët Evropian dhe natyrisht brenda edhe këtij tregu jo shumë të madh, përkundrejt një tregu prej 400 ose 500 milion banorësh, saqë është tregu i Bashkimit Evropian, një treg prej 2 milion konsumatorësh, 2 milionë e gjysmë konsumatorësh, nuk konsiderohet një treg i madh, por gjithsesi standardet, detyrimet që duhet plotësojë Shqipëria që t'i bashkohet tregut të madh të Bashkimit Evropian janë pak a shumë të njëjta. Ata aty përfshihet, po marr një element që ndoshta për dikë mund duket i veçantë dhe mos ta shoh shumë vjet, pra që nga politika që lidhen me arsimin, me shkencën dhe inovacionin, sepse kanë të bëjnë që çdo rritje ekonomike që do të jetë konkurruese duhet të ketë në bazë inovacionin që vjen nga një sistem kërkimi shkencor në universitete shumë aktiv, ku prodhohet inovacioni, shpikjet, risitë e reja në fushën ekonomike dhe pastaj ato transferohen në ekonomi nëpërmjet patentave edhe shumë aspekteve të tjera që përbëjnë atë që Bashkimi Evropian e ka quajtur Unioni i Inovacionit. Dhe natyrisht pastaj ka edhe elemente të tjerë të politikave të konkurrencës, të tatimeve, të politikave industriale, janë shumë elementë që janë të përfshira brenda këtij grup kapitulli. Dhe në qoftë se do t'i krahasojmë edhe me grup kapitujt e tjerë, logjika që ka një grup kapitull, që ka disa kapitull brenda, nga 6, 7, 8, 9 në varësi të madhësisë së grup kapitullit, në qoftë se shikon me kujdes, ato janë të ndërlidhur, që nënkupton që Shqipërisi duhet edhe një koordinim shumë i madh ndër institucional. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk është dhe shumë e lehtë, dhe kjo do të jetë sfida kryesore brenda një grup kapitulli. Pra, në qoftë se një kapitull i përket një ministrie dhe ajo ministri ecën mirë, por në qoftë se ministri të tjera apo agjenci të tjera që janë përgjegjëse për realizimin e detyrimeve që vijnë nga një kapitull i veçantë, nuk po ecin me ritmin e duhur, ai siç duket, pra kjo qasje mban të ngurtësuar të gjithë procesin negociator brenda këtij grup kapitulli. Për të kuptuar rëndësinë, sa peshë ka grup kapitulli i tretë dhe të gjithë kapitujt që përmban në vetvete? Në qoftë se do bëjmë krahasimin ndërmjet të parit dhe gjithë atyre. Natyrisht brenda këtij grup kapitulli ka kapituj të rëndësishëm, por unë do të theksoja që pesha më e madhe do t'i përkasë atyre grup kapitujve, pra që është 1-shi, 2-shi, 4 dhe 5, të cilët kanë brenda tyre kapituj që lidhen me disa fusha që kërkojnë një standard shumë të lartë brenda Bashkimit Evropian, qoftë ato për mbrojtjen e konsumatorit, për politikat e zhvillimit rural, për konkurrencën, për tregun e përbashkët, çështjet e drejtësisë, luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, prokurimet publike, statistikat. Pra, natyrisht që nuk do të thotë që Shqipëria brenda këtij 2 vjeçari, po marrim një rast që neve do të përmbyllim negociatat brenda këtij. Paktën është objektivi, por natyrisht Shqipëria duhet që shumë punë ta bëjë edhe mbas këtij afati. Dhe jam plotësisht i bindur për këtë fakt, që nëse Bashkimi Evropian e ka përcaktuar si objektiv strategjik dhe gjeopolitik që të paktën brenda 2029 të ketë 2 vende antare të BE-s nga rajoni i Bashkimit, nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, atëherë është më se e kuptueshme që gjithë ky proces i cili po ndodh në një kohë kaq të shkurtër, një pjesë e madhe punës të ketë edhe faza tranzitore që do të vazhdojnë edhe mbas përmbylljes së negociatave. Por elementet e rëndësishëm, pra ato që quhen element të panegociueshëm, Shqipëria duhet i përmbush brenda këtij afati që është përcaktuar të paktën si objektiv strategjik. Edhe për publikun që na ndjek në këto momente, do doja që të bënim një kalim të shpejtë se takon kapitujve të grup kapitullit të tretë, transformimi digital dhe media. Një koment sa i takon këtij kapitulli ose arritjeve të Shqipërisë sa i takon këtij aspekti? Natyrisht ai është një element që lidhet qoftë me politikat e telekomunikacionit, pra në kuptimin e transformimit digital, shpejtësia e internetit, siguria në rrjet, janë shumë elementë që Shqipëria duhet t'i përmbush dhe natyrisht ai ka të bëjë edhe me median, pra lirinë e medias,
ka të bëjë me faktin duke patur parasysh raportet se edhe medjas do të kemi çendime. Është shumë e rëndësishme të theksojmë edhe një element tjetër. Sot media, kryesisht përveç medias tradicionale, siç jemi në media televizion për media shkruar, një rëndësi shumë të madhe po marrin mediat sociale apo portalet të cilat ai që quhet informacioni në rrjet. Dhe Bashkimi Evropian ka dhe një strategji për këtë, edhe një agenda që quhet agenda digjitale, dhe i kushton një rëndësi shumë të madhe, jo thjesht standardeve, por edhe mënyrës se sa të sigurt janë njerëzit brenda kësaj hapësire digjitale që zhvillohet qoftë në fushën e medias, qoftë dhe në fusha të tjera. Por elementi parsor dhe kryesor do të jetë infrastruktura digjitale, pra rrjetet me shpejtësi të lartë, me të cilën do të lëvizë interneti, depërtimi i internetit pothuajse në çdo hapësirë të territorit shqiptar, në mënyrë që pavarësisht se ku do të ndodhet një individ apo një biznes, ai të ketë akses të pakufizuar në internet me shpejtësinë e dur, sepse nëpërmjet këtij transformimi digjital nuk lëviz vetëm informacioni, do të lëvizë ekonomia, do të lëvizin kapitalet financiare, dhe aq më tepër nëse kemi parasysh sot ritmin me cilën po ecet edhe në zhvillimin e teknologjisë informacionit me inteligjencë artificiale dhe robotët humanoid, atëherë kuptohet që edhe kapacitetet, qofshin ato të infrastrukturës, po edhe veçanërisht të kapaciteteve të sigurisë, pra për të garantuar këtë infrastrukturë kritike në fushën e teknologjisë informacionit, janë mjaft të rëndësishme dhe do të jenë pjesë e negociatave që grupi negociator për atë kapitull veçantë do të bëjë me Bashkimin Evropian. Tatimet, zoti Kamberi. Ne duhet kemi parasysh që politika tatimeve është politikë sovrane, pra çdo vend nuk ka një politikë të unifikuar. Por përsa i përket tatimeve, shteti shqiptar duhet bëjë qartë politikën e tij tatimore, pra mbi bazë e mbështet dhe si thua konceptin e barazisë dhe sigurisë juridike brenda sistemit tatimor shqiptar. Ne duhet kemi parasysh që Shqipëria do të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe do të jetë një treg i përbashkët, pra këtu do vinë të jetojnë dhe të punojnë edhe si tani, po do të jetë në një nivel edhe më të lartë, shumë qytetarë apo biznese nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kështu që Shqipëria duhet të shmang ato të quhet tatimi dyfysh, të bëjë marrëveshje në nivel vendesh anëtare të Bashkimit Evropian, që çdo biznes apo individ që vjen në Shqipëri të mos të jetë diskriminuar nga pikpamja tatimore. E kuptoj. Më pas vijmë me politikën ekonomike dhe monetare, politika sociale dhe punësimi, ndërmarrjet dhe politika industriale, por duhet të ndalem pak dhe duhet i kushtoj pak minuta kapitullit 25 dhe kapitullit 26, shkenca dhe kërkimi, arsimi dhe kultura. Kam përshtypjen janë kapituj që kemi goxha punë, realisht. Natyrisht, të paktën në kapitullin 25 kam pasur dhe një përvojë individuale, për gati 5 vjetësh kam qenë në cilësinë e drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor Inovacionit dhe kam qenë në disa prej takimeve në Bruksel, qoftë në kuadrin e Komitetit të Stabilizim Asociimit, në Komiteti për Inovacionin dhe Politikat e Kërkimit të Shkencor, kështu që është e vërtetë që për vërtetë Shqipëria konsiderohet një vend i vogël me kapacitete jo shumë të mëdha në fushën e kërkimit shkencor, por Shqipëria do të detyrohet dhe ka filluar këtë proces tashmë që të ecë në linjë me atë që quhen parimet e zonës europiane të kërkimit shkencor, ashtu siç do të jetë dhe parimet e zonës europiane të arsimit të lartë. Të dyja këto politika, qoftë politika e arsimit, qoftë politika e kërkimit shkencor, mbeten politika që i takojnë pra shteteve, pra secili nuk ka një model që një shtet të ndjek një politikë caktuar, por duhet ndjek ato politika të jenë në përputhje me parimet, të cilët Bashkimi Evropian tashmë i ka miratuar qoftë në nivel dokumentash edhe strategjish në nivel të Bashkimit Evropian, qoftë në rregullore apo udhëzime të veçanta, megjithëse duhet thënë se për hir të vërtetës në këto kapituj, paktën ato kapituj që përmendët ju, ajo që quhet legjislacioni i fortë i Bashkimit Evropian apo i detyrueshëm apo hard acquis është i pakët, përkundrejt atij që quhet legjislacioni but apo soft acquis, që janë dokumenta politik, strategji, orientime, të cilët duhet i ndjek qeveria shqiptare nëpërmjet institucioneve të saj. Por ka shumë rëndësi të shpjegohet pse është përfshirë arsimi dhe kërkimi shkencor në këtë kapitull që ka të bëjë me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, sepse Bashkimi Evropian e shikon arsimin si shtyllën
kryesore që përgatit kapitalin human. Bashkimi Evropian, po nuk e di sa e shohim ne. Do të detyrohem ta shohim. Edhe kjo është, pra nëse ka një të mirë procesi integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është që Shqipëria, si thua, do të detyrohet, në këtë rast ka qenë vullneti i Shqipërisë që do të antarësohet në Bashkimin Evropian, por gjithë procesi i negociatave, si thua, do të jetë një proces të presionit pozitiv mbi institucionet shqiptare në mënyrë që çdo politik, çdo institucion dhe çdo mënyrë se si zbatohet politika detajishme të jenë në përputhje me standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Kjo rrit cilësinë dhe vetvetiu është dobiprurse jo vetëm për shtetin shqiptar apo Bashkimin Evropian, por s'pari për qytetarët shqiptar që janë dhe duhet të jenë përfituesit e drejt për drejt të këtij procesi. Si një ekspert i çështjeve ndërkombëtare, duhet të marr pak opinionin dhe komentin tuaj sa i takon se çfarë ka lënë pas samiti i komunitetit politik evropian, i cili u mbajt në Tiranë. 47 liderët më të rëndësishëm të vendeve të Europës zbritën, prekën tokën shqiptare. Dhe secili prej tyre kishte shpresë se Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe qoftë edhe në deklaratat e përbashkëta kishin retorika e tyre ishte një retorik e cila u duk shpresdhënëse për vendin tonë, por edhe për shqiptarët. Besoj që samiti politik evropian kishte dy element kryesor. Spari nga pikpamja e imazhit për Shqipërinë, sepse Shqipëria nuk e kishte samitin e parë këtë. Pra ky është samiti 4 ndërkombëtar që organizohet në Tiranë. Por na e prishi Starmeri që solli edhe shiu me vetë. Natyrisht, koha në Angli është gjithmonë problem dhe aq më tepër që ne jetojmë në mesdhe, nuk na pëlqen shumë, si thua, klima britanike që shpesh sjell shi, por përtej shakas, unë do të thoja që imazhi, si thua, i Shqipërisë në raport me këtë samit pati një vlerësim tjetër, sepse edhe vëmendja e medias ndërkombëtare ishte përqendruar këtu. Mos harrojmë që kishim 47 kryetar shtetesh dhe qeverish që ishin të pranishëm në Shqipëri. Ky samit për të cilin ne ishim mirëpritësit, u fokusua më shumë tek sfondi i spektaklit dhe show-ut që ishte më i miri i mundshëm, apo fokusua më shumë tek çështjet për të cilat realisht u mblodh ky samit? Ndoshta këtu do të bëjmë një dallim. Pra, ne jemi shqiptarë dhe shqiptarët dim të presim në mënyra të ndryshme. Pra, natyrisht pa kaluar përtej protokollit që i përket çdo samiti, çdo vend gjen një element të veçantë për të kënaqur mikpritësit e tij. Dhe natyrisht kjo pjesa që u vure edhe gjatë samitit, organizimit, qoftë skena që ishte në sheshin Skënderbej, qoftë nuk u vendos samitin në një sallë, hoteli apo brenda ambienteve të një strukture tradicionale që mund të ishin, por u krijua një strukturë me vizatimet e fëmijëve, më thënë për si shikojnë ata Bashkimin Evropian. Pra këto ishin veçoritë që mikpritësit shqiptar, në këtë rast protokolli i shtetit dhe kryeministri shqiptar kishte menduar tu ofronte, si thua, mysafirëve të ose në këtë rast kryeministrave dhe presidentëve nga shtetet të ndryshme që ishin pjesë. Për te të bukurës, çfarë ndodhi? Ajo çfarë është shumë e rëndësishme, për bukurisë ishte fantastike, nuk na e merr dot. Natyrisht ajo ka pjesën e vet, sepse lën një shije të mirë, mos harrojmë që ata që vinë këtu nuk janë, pavarësisht janë presidentë ose kryeministra, po poshtë kostumit çdo kryeministri dhe presidenti ka një individ, ka një njerëz i cili natyrisht edhe entuziazmohet, kënaqet dhe shijon edhe diçka të veçantë përkundrejt protokollit tradicional diplomatik. Doja të theksoja diçka që ju përmendët lidhur me perspektivën e zgjerimit apo të antarësimit. Në fakt, samiti i Komitetit Politik Evropian, ky është i 6-ti që zhvillohet dhe që u zhvilluar në Shqipëri, është ndërtuar në mënyrë të tillë që mos të prek shumë element që lidhen me zgjerimin, sepse politika e zgjerimit është politikë e Bashkimit Evropian, të cilën Bashkimi Evropian e trajton qoftë përmes strategjisë, pikërisht e bllokut. Shumë njerëz e ngatruan këtë samit me samitin e BE-s, por nuk është samiti i BE-s, është komuniteti politik dhe Europian dhe që nuk kupton, por Bashkimi Evropian është lokomotiva që drejton këtë për arsye sepse kjo iniciativë ka lindur nga presidenti Macron, i cili në 9 maj të vitit 2022 në një fjalim në Parlamentin Evropian ku profliste në kuadër të konferencës për të ardhmen e Europës, e propozoi si iniciativë dhe që gjeti miratimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe më pas u kalua nga një propozim në miratimin e tij në samitin
e Bashkimit Evropian të 23-24 qershorit 2022 dhe më pas ne kemi samitin e parë që u zhvillua në Prag në 6 tetor të vitit 2022. Shpesh edhe për shkak të informacioneve të ndryshme që rrjetin, në fakt samiti ka një traditë që një samit që zhvillohet në pranverë e zhvillohet në një vend jo antar të Bashkimit Evropian dhe me që Shqipëria kishte propozuar në samitin paraardhës që të ishte ajo mikpritësia e këtij samiti, u zhvillua në Shqipëri. Dhe samiti i Vjeshtës, që do të jetë në tetor, në 2 tetor, zhvillohet në një vend antar të Bashkimit Evropian dhe konkretisht në vendin që ka presidencën e radhës të asaj 6 mujorit të dytë që përkon me samitin e Vjeshtës dhe do të jetë Danimarka. Dhe kjo shpjegon dhe faktin që kryeministri shqiptar bashkë me kryeministën daneze mbajtën një konferencë të përbashkët shtypi. Dhe ky samit, siç ka ndodhur edhe në raste të tjera, përqendrohet në 3 fusha kryesore: siguria, ekonomia dhe migracioni. Dhe këto janë dhe kryezet pikërisht. Pikërisht, dhe po ta vini re, mori një pjesë shumë të konsiderueshme të kohës, jo vetëm thjesht ajo konferenca ose konferenca telefonike apo telefonata që u bë me presidentin Trump dhe me praninë e zotit Zelenski, por shto elemente që kishin bënin me aspektet e sigurisë. Mos harrojmë, unë kam theksuar dhe herë tjetër që konflikti Rusi-Ukrainë për Europën është një problem shumë i rëndësishëm i sigurisë, sepse zhvillohet në kufit e saj lindor. Pra Ukraina ndan kufi me disa vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian, kryesisht ata që janë bashkuar më vonë të Evropës qendrore lindore, por dhe Rusia ka kufi me një pjesë të tyre. Kështu që nga kjo pikpamje ishte e natyrshme që të merrte një rëndësi shumë të madhe dimensioni ose elementi sigurisë brenda samitit politik evropian, edhe për një arsye të thjeshtë. Ajo është një platformë diskutimi në nivel politik ku palët mund t'i bësh bashkë për disa elementë që shqetësojnë gjithë. Dhe këto 3 elementë, siguria, ekonomia dhe migracioni, janë elementë që u përkasin pjesës më të madheve të vendeve europiane, pavarësisht natyrës sistemit që ka disa prej tyre, disa autoritarë, disa gjysë autoritarë, po kështu me radhë. E kuptoj, në vetvete ky samit e arriti qëllimin e tij? Qoftë për emrin e Shqipërisë se ishte vendi mirëpritës dhe ajo na intereson më shumë, apo qoftë edhe për atë për të cilën u mblodhën? Nuk besoj që samiti kishte përcaktuar vetes në një qëllim të veçantë. Ai ishte një samit i rrallë, ashtu si samiti i 6. Ajo që ishte e rëndësishme ishte momenti kur për Shqipërinë kaluan kam përshtypjen. Natyrisht, sepse thash, nuk është Shqipëria nuk e ka shumë të shpesht vëmendjen që të pres 47 kryetar shtetesh nga vende të ndryshme të Europës, nga pothuajse të gjitha janë 47 vende, nga 27 që ka Bashkimi Evropian dhe janë dhe 20 vende të tjera, një pjesë të tyre biles që janë afër në kufitin e Evropës, por nuk se përfshin në tillë. Pra, ajo është i konceptuar si një platformë dialogu politik. Vetë samiti e Komitetit Politik Evropian dhe natyrisht Shqipëria pati fatin ta mirëpres dhe prania e liderëve mjaft të rëndësishëm, pra kancelarit gjerman, presidenti francez, kryeministri britanik, të kryeministrit italiane, si tush janë pothuajse vendimarrësit kryesor ose pothuajse të gjithë vendimarrësit kryesor të Bashkimit Evropian dhe kjo për Shqipërinë ishte pozitive nga pikpamja imazhit, sepse në samitet e radhës mund të kenë raste të zhvillojnë dhe shumë vende të tjera siç është tradita dhe formati i samitit të Komitetit Politik Evropian. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj për analizën, si gjithmonë është të kënaqësi zoti Kamberi. Faleminderit për ftesën. Ditë mbar. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi me një herë pas pak.